Filloj me mbledhjen e radhës. Rendi ditës, jemi njoft. Kemi një projekt vendim nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore për ndryshim VKB numër 50, Këshillit Bashkiak për miratimin e pagës punojësve të Bashkisë Kurbin, njësive dhe institucioneve në varësi për vitin 2026. A jeni dakord ta fusim në rendite? Kush është dakord? Kush është kundër? Abstenim? Arbër. Ju lutem një karton ngrijeni. Kush është dakord që ta fusim në rendite? Po. Kush është kundër që të futet në rendite? 3. Kush është abstenim? Atëherë me shumicë votash futet në rendite. Fillojmë. Fillojmë me mbledhjen. Pika e parë projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj shkurt 2026. Vazhdojmë me pikën e parë. A kemi diskutime të ndryshme? Urdhëro, drejtor. Ta miratem, çfarë do diskutova? Çfarë miratem, hidhem votën e hikëm punë. Ti Albert e ke nda menjen që s'do pushosh asnjëherë? Jo, po të pse të luta me të? Për herë kena votuar. Çfarë ka për të diskutuar? Është mendimi jot. Ky do flas, kush ka pyetje, për ndryshe e hedhim diskutim. Po, s'ka kërkosh. Për kush s'ka pyetje? Keni pyetje? Ti je njeriu më korrekt i rrugës toksore. E hedhim votim. Kush është dakord me ndihmën ekonomike? Kundër? Miratohet. Ku ka vesh i kundër? Projekt vendim për miratimin e tavanëve përgatitor të shpenzimeve. Vesh për ministrin vetë nufit. Ti të lutem tani, o zotri. Ai nufi se ka. O zotri të lutem. Projekt vendim për miratimin e tavanëve përgatitor të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm për Bashkinë Kurbin. Përshëndetje. Si çdo vit, jemi në hapat e para të hartimit për buxhetit afatmesëm 2027-2029. Pasi kemi kaluar hartimin e paketës fiskale afatmesme 2027-2029 që është miratuar në janar 2026. Në bazë të udhëzimit të Ministrisë Financave numër 7, datë 17/2/2026 për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, vim sot këtu për të miratuar tavanet përgatitore për hartimin e shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 27-29. Në bazë të dhënave që kemi llogaritur paketa fiskale afatmesme, transferta e pa kushtëzuar që ka ardhur në zbatim të udhëzimit të Ministrisë Financave, transferta specifike dhe transferta e kushtëzuar, kemi llogaritur që burimet e financimit për vitin 2027, 28, 29 të jenë afërsisht përkatësisht sipas viteve, viti 27 990 milion lekë të reja, viti 28 956 milion dhe viti 29 980 milion. Referuar këtyre të dhënave, kemi bërë një shpërndarje afërsisht, është faza e parë e tavaneve përgatitore, i kemi detajuar sipas programeve buxhetore me të cilat operojmë në Bashkinë Kurbin dhe kemi llogaritur se sa u takon afërsisht për paga sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe shpenzime kapitale. Referuar këtyre llogaritjeve, këto tabela do të shpërndahen në të gjitha njësitë që operojnë në Bashkinë Kurbin, në të gjitha programet buxhetore dhe referuar kërkesave që do bëjnë këto njësi, ne do fillojmë përgatitjen e buxhetit afatmesëm 27, 28 dhe 29. Tabelat i keni përpara, besoj që i keni studiuar, kështu që po të ketë ndonjë pyetje, unë këtu jam. Pyetje. Po. Po, Lauren.
Faleminderit kryetare, të nderuar kolegë këshilltar, të nderuar të pranishëm, pyetja ime është për nën kryetarin, përfaqësuesin e bashkisë, a ka pas zona prioritet bashkia në zonën e Kurbinit apo në sektor të ndryshëm për përgatitjen e tavanëve? Nga ana ekonomike jemi në rregull nga drejtoresha. Një sqarim vogël që ta kuptojmë më qartë. Atëherë në zbatim të ligjeve të financave të qeverisë qendrore dhe vendore bëhet një parashikim i periudhës i programit afatmesëm për paketën fiskale dhe për buxhetin. Për paketën fiskale kemi kalu muajin që kaloi, bëm këtu parashikimin e projekcionin e rritjeve për 3 vitet të ardhshme, sepse në zbatim të ligjit. Pra, parashikum të ardhurat, ndërsa këto janë shpenzimet, buxheti janë shpenzimet e atij parashikimi të ardhurave, që do të balancojnë njëra tjetrën, domethënë. Aq sa kemi parashikuar, aq janë për llogaritë në buxhet që do shpenzohen. Sipas programeve buxhetore, programet janë të ndryshme, paga për shpenzime operative, investime dhe të ndryshme si masa saj. Që ta kuptojmë, domethënë qartë. Kjo është një parashikim se si do shpenzohen pjesa e buxhetit për 3 vite ardhshme. Makro, është makro. Faleminderit. Tjetër. E edhim votim. Kush është dakord? Kundër? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e ndryshimin VKB numër 50, datë 19/12/2025, Këshillit Bashkiak për miratimin e pagës punojësve të Bashkisë Kurbin, njësive dhe institucioneve në varësi për vitin 2026. Po, kalove këtë tjetrën që sollet tani. Atëherë përshëndetje, sot Drejtoria e Burimeve Njerëzore prezanton 2 projekt vendime për 3 ndryshim VKM-sh, VKM 325, 326 edhe 104. Arsyeja që një projekt vendim jo erdhi sot është për vetë faktin se 2 vendimet, konkretisht vendimin e 104 datë 11/2/2026 si dhe vendimin 131 e kanë ardhur me vonesë me shkresë zyrtare, kështu që ishim detyruar për t'i kaluar të 2 këto projekt vendime sot. Kanë bën konkretisht me Agjencinë e Kullimit edhe Vaditjes, ku ndryshon indeksimi i pagës. Domethënë punojësit e shërbimeve paga bëhet paga minimale 50.000, për punëtorët e Agjencia e Kullimit dhe Vaditjes 51.800, për sekretarët e shkollave 54.100 dhe manovratorët e mjeteve të rënda 56.700. Domethënë VKM-ja 326 thjesht ka indeksimin e pagës tek Agjencia e Bordit Kullimit edhe të sekretarët në për shkollat e mesme. Ndërsa vendimi tjetër i qeverisë është vendimi 104 datë 11/2/2026 edhe flet për PMZ-shën për asistent zjarfikës për nivelin bazë dhe nivelin e mesëm, ku dhe këtu ka disa ndryshime për shkak të indeksimit të pagës. Konkretisht asistenti zjarfikës paga i shkon 65.000, zjarfiksi 69, kur zjarfiksi 73.500 dhe shefit sektorit 88. Gjithashtu, kemi miratimin e nivelit pagave si pas vendimit 131, ku janë 2 pozicione kryesore, është përgjegjësi i sektorit e Agjencia Kullimit dhe Vaditjes, që është kategoria ullet drejtuese dhe është 102.000 paga pozicionit, si dhe specialistit e Agjencia Kullimit dhe Vaditjes, që shkon 65.000. Nuk kemi absolutisht asnjë lloj shtese në numrin e punojësve, thjesht është indeksimi i pagës dhe duhet kalojnë sipas vendimeve të qeverisë. Po. Ndizë mikrofon. Jo, në rregull thash, s'kam çfarë diskutim. Rregull. Po. Unë me që nuk isha dakord që ta fusish në ende ditës, me që sot unë nuk jam një besimtari madh, po besoj të Zoti se ju besoj se ju më qenim tokë. Është një premte e madhe dhe edhe unë do ta votoj këtë projekt i çelërit. Është thjesht indeksimi i pagës. Isha kundra me fut në rendin e ditës, por me që të shërë dhe kam pasi kontakt me Zotin dhe më brava që mos dil kundra. Edmond, po. Kam filluar të besoj. Jena më prakë talës pushtet. Atëherë, propones është. Me punojësit e shërbimit jemi dakord. Me këtë të Agjencisë Kullimit dhe Vaditjes, mos na harrojnë me pastru kanalet. Aq më keq se ish drejtori na premtoi herën tjetër që mbrana muajit do të pastrohet ura
afër shtëpisë i Merhysës. Segmenti nga ura afër shtëpisë i Merhysës që lidhet me kanalin e madh. E para kjo vlen për të falenderuar shërbimin e zjarrfikseve, të paktën nga eksperiencat e mia personale. Sa herë kam thirr, i falenderoj, kanë qenë shumë korrekt. Thjesht e vetmja të kjo agjencia e kullimit dhe vaditjes. Pagat po jo miratojmë, po t'ja përngjajnë pak punës. Pagat janë fikse, sikur i përcakton VKM-ja, po ato janë përcaktuar. Domethënë i ka përcaktuar VKM-ja. Jam dakord, vetëm të pastrojnë kanalet, po themon. Okej, dakord, po thjesht i kalojmë sot në procedurë. Për sa i përket manovratorëve, ju bëj një thirrje të firmosin sa më pak situacione të pa mbaruara. Jo, kemi manovratorët e mjeteve tronda, janë tamam ato thembra akili që firmosin ato naftën e pakonsumume, din vetë ato. Ju bëjmë thirrje të firmosin sa më pak naftë të pakonsumuar për hapjen e kanaleve. Nderuar këshilltar, kjo s'ka lidhje me projekt vendimin, jashtë për pagat minimale referencë që vjen. Jam thjesht dakord me pagat, shumë qartë. po pse bën këtë thirrje nuk po bëj gabim. Nuk është momenti, ndoshta një moment. Nëse momenti sa herë të më dalin përpara agjencia kullimit dhe vaditjes vetëm kokës, bam, 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 me shpresën se do marrin vesh. Faleminderit. Ke drejtën tënde. Kryetar. Po, Sefedini, pastaj Laurini. Ju këtej? Po, veç folni me radhë mos u zini. Faleminderit. Atëherë këtu i kemi pagat se sa bohen. Pra ka ndryshim pagash sipas jush. Ka ndryshim pagash, rriten pagat. Është indeksimi i pagës, është 2.5% i pagës që i jepet këtyre pozicioneve, konkretisht PMZSH-ja dhe Agjencia Kullimit edhe Vaditjes. Pra ishte kaq dhe u bën kaq, i bie. Po, është kaq pra, Sepse këtu ne nuk kemi shpjegim tu sa ishte, kemi thjesht se sa u bën dhe sa duhet ta miratojmë. Sa ishte ke pas buxhet, e kemi miratuar në buxhetin e Nuk ka. Vendimi i Këshillit Bashkiak, pra, sepse ke pas Ne vendimi buxhetin e kena miratu, këtë herë kena miratu këtë. Nivelit pagave. Unë nuk do i futëm t'i bëm disa muaj mbrapa të shkoj të marr dokumentacionet për më pas sa ishte dhe më bë barazimin se sa është këtu. Dokumentacioni do t'jeti plot këtu për sqarim se sa ishte dhe sa bëhet. Këtu nuk ka shpjegim, këtu ka vetëm se sa është, se sa bëhet, sa duhet ta miratojmë. Bazë fillestare ti e ke marrë që në 19 dhjetor 2025. Pse s'është këtu, për këto punojës. Në pozicion neve kemi paraqitur se sa është paga. Duhet të jetë këtu në këtë dokumentacion. Unë këtu mund mos i kaloja fare këtë specifikume, thjesht për procedurë kaloj 3 vendime. Pra kaloj vendimin 104, kaloj vendimin tjetër. Edhe unë mos s'kam pse duhet të jem dakord, edhe më shoh se ti mund ta kishe sjellë më të thjeshtë si po thon, ti po thon mund ta kisha sjellë më të thjeshtë, mund ta kisha sjellë kaq detajuar. Unë votë edhe kundra, se kam problem momentin që unë mund ta votosh sigurt mendosh ti. Ky është një vendim qeverie, edhe këto bordi kullimit, besoj jeni ndjeni edhe në bazë buxhetit që keni marrë, financimin, një pjesë financimit, paktën për pagat e kanë nga ana e qeverisë. Për rrjedhoj, ky indeksim, siç është vendim i qeverisë, është VKM, dhe ne jemi të detyruar ta zbatojmë. E sillim, këto kanë përfituar një rritje 2.5%, që është e vogël, por ju takon atyre dhe ne kemi sjell për t'ia udhënë. Unë jam shumë dakord për rritjen si zjarrfikseve edhe atyre. Të shikoj ka që është dokumentacionit tjetër. Sa kanë pas pagën? Po ke vendimin e Këshillit Bashkiak, buxhetin. Mund ta hapësh ta krahasosh. Nën kryetar. Kërkoj vetëm dokumentacionit tjetër plot. Ideja është që këshilltari ka kërkesat e veta. Nuk ka pse të kalojmë debate, është e drejta e tij me kërku gjithsesi. Gjithsesi e kuptuam, sa më mirë, sa më shumë informacion, asnjë të keqe ka. Sefedin. Po, përshëndetje kryetare. Unë faktikisht votova kundra, më shej proteste për një arsye. Unë nuk jam kundra rritjes pagave,
milës për një pjesë, sidomos të pastrimit të qytetit, është pak, po jam kundra punojësve të mirëmbajtjes rrugëve. Atyne jo më shtu rruga, po mi heqkajt për i pune se nuk del asnjë aty janë rrugë. Janë bërë rrugët këtë gropa edhe ju doni mu qull edhe rrugën. Kjo është fakt edhe do ta konstatojmë ndryshe me prova. Okej? Rregull, në lidhje me projekt vendimin. Jo, a këtu do ta ke keni diçka parasysh, konkrete? Në rregull. A kemi? Po, zoti Pashk Prenga. Atëherë përshëndetje gjithëve, lidhur me projekt vendimin që Ju lutem, a ta respektojmë antarin e këshillit që po flet? Dorian. Urdhra. lidhur me projekt vendimin që sapo trajtoi zonja, kjo është vendim qeverie. Unë kam shumë rezerva realisht për organizimin e punës dhe kërkesën e llogarisë të atyre që e bojnë punën. Ka drejt mundi, shumë drejt, e gjithë tjerët, për organizimin e punës, për njekjen e cilësisë punës, se cilit. Kurse kjo është vendim qeveria dhe nuk ka arsye me diskutuar ne si... Kjo është projekt vendim. Është projekt vendim që ka dalë nga një vendim i qeverisë, nuk është në dorën turke që jena, po që janë dakord. E jedhim vendim, e jedhim në votim. Me leje Kush është dakord? O zonja kryetare, Urdhra. tashti ka pas mbledhje e komisionesh sot? Mbledhje e komisioni. Ja, sekretarit kanë përgjigje. Arbër. Po mirë, do të kishin raportim dy komisionet për projekt vendimin që kanë këtu, do të raportojnë ato që është mbledhur në komision? Do të raportohet që është vendosur mbledhja e komisionit, pastaj të vijë këtu për miratim. Zoti koleg qytetar ta cilësojnë cilësinë e kryetarit të Komisionit Ekonomisë. Është trajtuar në Komisionin e Ekonomisë dhe është një vendim qeverie dhe do ta kalojmë në këshill. Është procedurë me kaluar në këshill. Besoj, jemi shumë qartë. Kurse si funksionon puna realisht në terren, në secili prej nesh kena drejtë me bë konstatimet tona dhe vërtetë tona, administratës bashkisë. A je i qartë? E jedhim votim, do të flas dikush tjetër. Pra, kundër, është njeri, miratohet. Projekt vendim për miratimin e kërkesës bashkisë për mbështetje financiare nga Fondi i Emergjencave Civile të një familje për dëmet e shkaktuara në Rendi dhe ana ndërtimore, pajisje, si pasojë e djegjes së banesës nga zjarri në njësinë administrative Mamurras, Bashkia Grbin. S'keni nevoj për as keni pyetje? Ke pyetje? Po, Sefedin. Atëre pyetja ime ishte kjo. Komisioni verifikimit ashtu? Komisioni verifikimit Është drejtori, përfaqësues. Atëre, unë kam një kërkesë që herë tjetër jo me na prun foto se të shi duhet me vu zjarë fikse çdo fshat se ngelen të na vdek shtëpia çdo muaj. Edhe mos ta bani na manipulim bje fjala, ha? Në fund, pra. Ashtu dhe. Ta fut Arbër. Faktikisht, një sekund, duhet merrni masa që të bëhen me video, jo me vizatime, se vizatime mund t'i bësh të bukur aty. Duhet video, Tani? duhet prova, sepse po digjen shtëpi çdo muaj. Jo një, e dy. Po pse videon s'punim pa shti?
Po, ma mirë video. Ore, ka dyshime që mund të bëhen edhe manipulime. Ore, ti s'ke pru fotografi këtu, që në nësirë ati? Herën tjetër në ke pru fotografi, numër telefonit, personit, e marë në telefon, në zotnik mu je, edhe i shkoj e konstatoj vetën, s'kam nevojt me të besu ty. Qa thutje? Ku i përgjigjesh ashtu ti? Ju lutem. Ora, unë tash... Edhe herë, zotri. Kemi kalu disa herë... Nderuar këshilltar, është detyrim ligjor i emergjencave civile pasi lajmëron nga zjarrfiksja dhe nga policia e shtetit. Të tre këto bëjnë verifikimin, plotësohet dosja dhe marrin përzverbal për këto gjëra. Dokumentohet me foto dhe është përgjegjësi e zyrës, është përgjegjësi e bashkisë. Ne dokumentojmë siç thot ligji, sepse këto janë dokumentacion që ne arkivojmë, janë pjesë e auditimit, e kontrollit shtetit e gjitha. Nëse ju në vitit ma shumë fotografi ose informacion ma tepër, mund t'ja usillim, po besoj se janë mjaftueshme fotot për ta kuptuar që ka një zjarr ose është dëmtu. Janë fotot, janë. Nuk i kanë foto këshilltar? Nuk jeni asnjë foto? Vajmë? Ora, këtë informacion, këtë informacion mund të ta japim, o këshilltar, nderuar këshilltar. Mund të ta japim pas mbledhjes, do ta japim atë numrin telefonit dhe atë ja japim, s'ka problem. Po do t'ja japim gjithse e kërkon, do t'ja japim. Tash, nën kryetar, më fal pak, ju lutem. Sekretari do shpek gatimisht, mos i thuj o këshilltar. O zoti këshilltari, apo më mirë sa ju gjithë këto. Këta e bani, se çfarë kush i di jo? A shumë më mirë se ju. E se gjithë të vetë jam sa. Me kemi të fal, me komartë e lajës. Jam të nderuar këshilltar, por Atëherë, do më falësh pak, ta jap fjalën pastaj. Nuk e kuptoj pse çdo lloj pyetje, çdo lloj gjëje kthehet në debat. Bledi, se kërkojnë këshilltarët dhëna shtesë, nuk ka si gjë, nuk merret asnjëherë si sulm, si ne këtu jemi gjithë, mendoj se jemi gjithë për një qëllim. Okej. Një tjetër, okej. Tash okej, ju lutem. Tani, edhe nga ana e këshilltarëve, ju lutem, jo për herë me tendenca, jo. Unë nuk e kuptoj pse duhet kthehet në debat të madh çdo lloj gjëje. Pyetje tjetër, Anton, po. Atëherë këtu kanë ardhur edhe herë tjera. Lutem. Kanë ardhur edhe herë tjera shtëpi që janë të djegë. Dhe kanë ardhur. Ashtu fol Antoni pra tani, ashtu fol Antoni. Kanë ardhur shoqëruar me foto. Zoti këshilltar thot pse këtë radhë nuk ka foto. Dhe tjetra do ju bëj kërkesë shoqërore edhe zyrtarët e bashkisë mos ta carohen me këshilltar se nuk kanë asnjë lloj drejti ta carojnë. Ja pra këtë pash edhe unë. Herës tjetër Bledi ka pas foto. Ose tjetë personi vetë që është i dëmtuar. Tash ti, lutem, Arbër. Merre foto, dërgoja këshilltarit dhe nuk është nevoja që çdo gjë të bëhet burim debati, domethënë. Burim debati nuk ka sepse. Nëse një këshilltar kërkon një dhanë më tepër, ne mund t'ja japim ju, domethënë bashkia mund t'ja jap pa problem fare. Atëherë, a ka diskutim tjetër, Bledit lutem, ka diskutim tjetër? Ta hedhim në votim. Jeni dakord ta hedhim votim? Kush është pra? Kundër. Miratohet. Pika tjetër. Rake, është me që jemi të emergjenca civile, është edhe një projekt vendim, i në rregull, Bledi.
Gjojni pak rakën, e kemi diskutuar të mbledhja paraardhëse në lidhje me një banore të qytetit tonë. Marrë shkas edhe nga një propozim që është bërë nga këshilltarët, nga zonja Erisa, për një Denada Oroshi, që është me smundje të keqe. Mi fjaloj propozimin e bëri mbledhjen që shkoi. Ne si bashki do t'i akordojmë një fond për 50.000 lekë të reja. Mi fjalë kaq kemi menduar, kaq buxhet kemi, ndërsa ju si këshilltar është punë tjetër se sa do kontriboni për këtë. Kjo është me, po të reja. Kjo mi fjalë A jeni dakord? Për krizës është me smundje të keqe dhe Miratohet. Projekt vendim. Projekt vendim për miratimin e përforcimit dhe ndërhyrjeve të nevojshme të pallatit nr. 84, lagja 3, të prekur nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, bazuar në projektin e përforcimit, oponencën teknike dhe shkresën e ardhur nga Instituti i Ndërtimit. Përshëndetje gjithëve. Kryetare, kisha edhe një serim. Po. Të pallati ta lëmë në fond. Miratim gjitha çfarë janë te, se kjo edhe të zgjasi pak debat edhe mbrapa këshilltarët mundohen mu largu këtej, të miratim të gjitha projekt ligje që janë më ato dhe këtë ta lëmë për në fond. E kam mendim. A jeni dakord ta lëmë pallatin në fund? A jeni dakord? Do sa çështja në zet është ajo. Miratim të gjitha, Projekt vendim, dakord pra, kur ke drejt. po kam Projekt vendim për miratimin. Me fjalën herë po për të ma hoqë fjalën. Projekt vendim për miratimin. E ke damenjën ti mos më pushu. Projekt vendim për miratimin e vazhdimit procedurave të heqjes nga fondi pyjor kullësor për zhvillimin e aktivitetit minerar nga shoqëria Priska SHPK. Pati marrë me radhë, pra me që jam dy. Ta relatojën? Urdra? Ta relatojën me që jemi të Po të gjëm një herë përfaqësuesin e bashkisë, pastaj është rradha e këshilltarëve të gjithëve, kush doj. Jo, do t'i kalojmë një nga një. Janë 2 projekt vendime, janë 2 votime. Të nderuar këshilltarë. Referuar ligjit pushtetit vendor, referuar shkresës Ministrisë Mjedisit, ligjit pyjeve, Indez është mikrofoni. në bazë të nenit 108.1 të rregullorës për funksionimin e Këshillit Bashkiak Kurbin, kemi sjell për rishqyrtim projekt vendimin për heqjen nga fondi pyjor për subjektin Priska SHPK në ekonominë pyjore Shëmëri Brep për fondin pyjor dhe kullësor publik. Dhe në bazë të VKM-s numër 888 datë 27/12/2021 për rastet e dhënies në përdërim dhe për ndryshimin e kategorisë së përdërimit, procedurë dhe dokumentacioni i përkatës për ndryshimin e sipërfaqes dhe përcaktimin e volumit nga fondi pyjor kombëtar apo zgjerimin e tyreve, kreu 2.5 dhe 6, kreu 3.2 gërmatës dhe D, në të cilin përcaktohet dokumentacionet që duhen të paraqit subjekti pranë Ministrisë Mjedisit për të aplikuar për heqje nga fondi pyjor. Ndër të tjera, në pikën D është përcaktuar se kërkohet edhe miratimi me shkrim për vazhdimin e procedurave të heqjes dhe dhënies në përdërim të fondit pyjor me vendim të Këshillit Bashkiak brenda territorit administrativ, i cili bën pjesë sipërfaqe pyjore që do të nënshtrohet procedurave të heqjes dhe dhënies në përdërim për ushtrim të aktivitetit mineral. Për sa më sipër, i drejtori i Këshillit Bashkisë Kurbin për të shprehur dakordsinë për heqjen nga fondi pyjor të sipërfaqes për 9.7.5 hektar që shtrihet në ngastrën numër 51A me sipërfaqe 7.9 hektar, 51A me sipërfaqe 0.925 hektar dhe 53A me sipërfaqe 0.23 hektar për objektin shpërndhet me qëllim zhvillimin e aktivitetit mineral.
dhe pika 2 vënien në përdorim për sipërfaqen prej 0.0227 hektar ose 65 metër linar ose 0.065 km rrugë auto në ekonominë pyjore shumëri bret në objektin Shpërdet sipas VKM-s 559 datë 29/07/2022 për përcaktimin e çmimeve dhe tarife në vënien të shfrytëzim dhe në përdorim të fondit pyjor kombëtar për veprimtarinë ekonomike si dhe për prodhim të lëndës drejtësore dhe jo drejtësore. Pika 2 shtojca numër 1, tabela numër 11, pika 2 e saj me qëllim kryetare, ndërtimin, përdorimin e rrugës. Ose lodhim se jemi njoft me materialin. Nga që jemi o tam të faleminderit t'lon goja po. Nga që jemi njoft me materialin Ordra. Po. Atë si antari i komisionit të çfarë i thon? Desha të relatoj, sot jemi mbledhur për diskutuar për këtë dy projekte, që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të zonës, konkretisht me aktivitetin e dy guroreve, si Priska, si 2RR-ja. Është të vërtet që rradhën e kalume kemi pas ca rezerva, domethënë ose të paktën unë kam pas një qëndrim kritik për këtë dy projekte. Por pasi kemi bërë një analizë të thellume dhe pasi kemi rishiku dokumentacionin, duke qenë se janë në interes afatgjatë të zonës tonë, besoj se është rëndësishme të shohim anën tjetër të medaljes, këto po ja kërkoj kolegëve. Këto projekte nëse zbatohen me standardet e duhura dhe me kontroll të rrept institucional, mund të sjellin hapje vendesh pune, ku edhe firma na premtoi që do të jenë prioritet banorët e zonës për vende pune. Mund të ketë zhvillim ekonomik lokal, rritje të ardhura për njësinë vendore më murras. Pra, detyra atë nëse nuk nëse dojnë ja fusin për shkurt asë një të vetë që i kam po në rastën e përmbytjeve me që janë të martje të vetë nëse e kam njohë në bërë atë nëse të martje dhe fëtë të martje nëse kripë unë interesa me të vetë fanë në të nërë onë për te për të më nuk e njohë bërë ati vetë që ka dhe se këta qëtë që ka marrë pjesë me në përmbytjet e kurbit ka marrë pjesë edhe diçka tjetër qita se kanë shpërby farë e ka shkën t'ju zonë në drejtë të huja kryetare edhe diçka tjetër Kolegu jot nuk ka jep mundësinë me fol. edhe diçka tjetër me që të dy sipërfaqet janë një lloj dhe është e njëjta dosje si Priska, SHPK, si shoqëria 2R, 9.6 hektar 2R-ja 9.1 Priska SHPK, mendoj me që janë të dyja një lloj, mendoj të hedhim të dyja në votim për një dhe përcaktojmë vlerën financiare të bimësisë pyjore që do të paguajë subjekti pranë bashkisë. Dhe më pas miratimit të kësaj, subjekti do t'i qohet njoftim dhe do t'i bëjë kompensimin e sipërfaqes në ato vende ku do të caktojmë ne, që lidhet edhe me investimin, por pjesë mbarimit të procedurës është edhe vendimi i Këshillit Bashkiak për të cilin do hiqet kjo sipërfaqe. Që do të paguajë në buxhetin e Këshillit Bashkiak. Ky ka punon. Pyetje, se vedini. Jo, do bëjnë pyetje nën kryetar. Po, Altini para, të lutem, pastaj ti. nis mikrofonin. Vakancia të dy kompani plane rehabilitimi, si do të thetë zona pas përfundimit të aktivitetit dhe garancia financiare. Po, pyetje drejt,
çdo subjekt ka një dosje të veçantë, unë i kam këtu, ka planin e shfrytëzimit gurorës, ka planin e rehabilitimit të miratuar nga AKBN-ja, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore dhe Ministria e Mjedisit. Dhe ka krimin gjendjen e mëparshme në kompensim të humbjes së bimësisë për sipërfaqen e cilën e ka marrë për shfrytëzim, do të bëjmë mbi bazë një VKM të veçantë pasi dorëzohet zona, kompensimin në raport siç e përmenda 1/3 ose 1/2. Sa ka qenë vlera financiare? Marrë një shembull. Vlera financiare e raportit për një subjekt, për nëntë se këtë varet nga bimësia, është 5.538 milion lekë. Këto janë garanci në bashki. Po, do t'i pagujaj me të dorëzu objekti. Por, mos harroni se subjekti nuk ka mbaru me ndikimin negativ mjedis që ka marrë për këtë sipërfaqe, me t'ju miratu ku? Kjo, me t'ju dorëzu sipërfaqja, ai do të bëjë kompensimin e sipërfaqes në pyllëzim. Në raportin 1/2 ose 1/3. Përveç kësaj. Por, pa ju dorëzu me topograf, sipërfaqja sipas koordinatave që janë përcaktuar këtu, ne nuk mund të fillojmë dhe nuk mund të bëjmë kërkesë që subjekti të investojë me pyllëzime në raport me sipërfaqe 1/2 ose 1/3. Ju, drejtor, të shikoja që herë tjetër, pak të gjërat kryesore. Një, ekstrakti, njifti, VNM, dhe planin që them, mirë është që Ja. të kopion e ti këtë në të shërë. Jo, unë i kam këtu. Do t'ishte mirë siguri këtë ishte me në për t'i lezu. Po shumë. Që të ishte kështu. Dhe kështu është proceduar kur aplikohet në projekte të tilla. I di të aplikosh pa e di. Kjo materiali përgatit nga ana ime prej vendim relacion dhe raport dhe këtu është materiali i çdo subjekti, plani shfrytëzimit gurorës, plani rehabilitimit, ekstrakti, nipti dhe gjithçka. Jo, nuk është puna se do i depozitoj. A do me marrë fjallën pastaj? Unë nuk mund të vazhdoj procedurën pa e pastaj. Cilë ekstraktin, nitin, gjitha të thoshtë se që është në thjeshtë në dy dhe e të Po, kryetare. Atëhere do të folë si Gurbinas edhe t'i vend ka pak që saj punës gurorëve se a të shku hopa. Unë jam dakord me i kusht me votu të dyja, unë s'kam votu asnjëherë, pro kam qenë qaj si kam kundërshtu ma shumë se gjithë, edhe kam kërku ata që kërkoj deta, duhet transparencë me qytetarët. Ta votojmë pro, le ta shemi në çdo të dy, por ama mos na nënvlerësoni ne si antar këshilli, se na futim konflikt edhe me qytetarët, herë tjetër të bëhet dezhes publike me lajmërim që çdo fshat, çdo rast qyteti ku do të hapni gurore, se ky është problemi më i madh. Edhe thot me drejt deta se fillo sherrja atje, masani në mos bëf shiharë, thot ju si e keni votu. Tjetër, diskutim tjetër, edhim votim. Kush është pra? Priska, dhe i marrem me radhë. Pra, kundër. Kush është kundër? Eratohet. Projekt vendim për miratimin e vazhdimit procedurave të heqjes nga fondi pyjor për zhvillim në aktivitetit minerar nga shoqëria Duer SHPK. Kush është pra? Kush është kundër? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e përforcimit dhe ndërhyrjeve të nevojshme të pallatit nr. 84, lagje nr. 3, të prekur nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, bazuar në projektin e përforcimit, oponencën teknike dhe shkresën e ardhur nga Instituti i Ndërtimit. Përshëndetje gjithëve. Ky projekt vendim është Ke tjetën të shumë, më hiku kjetë. Shti kërkeja më gjykat kushtetuese. A keni respekt për njëria, e dini si funksionon kjo punë? Follo, Iris. Ky projekt vendim është sjell edhe herë të tjera në
Këshillin Bashkiak, është relatuesi nga ana e inxhinierave të urbanistikës, ashtu dhe nga ana e kryetares së bashkisë. Arsyeja që po e sjellim në Këshill është sepse po kalojmë të gjitha afatet ligjore për të bërë kërkesën pranë Ministrisë për financim. Gjithë dokumentacionin që ju keni kërku është paraqit edhe herë të tjera, nëse keni pyetje apo diçka më specifike. Për pallatin 84, Po. Atëre, me thonë drejtën, deri më stash, u bon 2 herë që e shtyme hera 3. është i 3-ta vërteta. Unë kisha i pyetje vetëm për banorët, si ka mundësi mërë banorët. Sidomos ne të opozitës, kena votu kundra, ju kena pështet. Si s'na thirët i ditë, me në thanë, me në seru ma bedin kretësisht transparent. Masanis na. O zonjë dashtë, se të kam bënd thanës. Edhe jerë, se që më kërë, për falon edhe jerë se jeni të në lokë, ne, jo veç veç. Kukuria Gjokatë është dalë se? Ora jeni 70 familje. Ku jeni 70? Ju sini as 70. Ora, atje në rrjot shkojnë me kalamaj e me kra. Kurse ju doni që t'ju pështojnë me për herë. U bon 2 herë që ju shpëtojnë. Qa të bëjmë? Qa për qëllë që da ka punë të është? Gjokatë ka borë mendim që Ju luta, o Sefedir, po nuk është zgjidhja kjo, nuk është mënyrë kjo, nuk është mbledhje. Në banorën që se ke qenë t'ishe taku para, tash i thjesht bëhet zhurë këto. Unë abidhem si s'vin to me në kërku më për të se nuk ka puna. Tash thjesht ka kalu faza. Fol në mikrofon. Folim se cili me radhë, se cili mikrofon. Nuk është mirë kjo me bë. Këto këmë këtu, aprishet atë ishet, në s'kina punë, ne sot kemi punë të se digjen limitet e kërkimit fondit. Të shtim, arë në përvejnë, së në përvejnë, e tim tas, tim gjane, ne të pëtem për fondit, për kërkimin e fondit. Shkina puna, në që tonë të. A e një të e zjedhë ju të marrë, se e këni pasërën tjetër. Në digjen Tash këtë Se këto vëmë susi, këto vëmë susi në shojë automatike. Tash prenga si gjës në pesë. Atëherë kërkes para prake. Ju lutem shumë. me radhë të merremi vesh. Do keni kërkes para prake për gjithë. Ta trajtojmë me shumë qetësi dhe me shumë vëmendje këtë çështje. Unë jam këshilltar, ka 20 vjet këshill bashkisë Kurbinit. Në kohën e tërmetit, u kam qenë këshilltar i bashkisë. Për këtë pallat, Instituti i Ndërtimit na ka sjellë një vendim për prishje. Dhe kemi merituar unanimisht në Këshillin e Bashkisë të parë që ky pallat duhet me ushem dhe banorët dalin për jashtë. Pastaj një pjesë tjetër janë anku që s'këdo e kam pas interese me ushem, janë anku dhe përfundimisht ka dalë një vendim i gjykatës apelit Tiranë që mas ta trajtojnë gjatë çështjen. Një vendim i gjykatës apelit Tiranë i formës së prerë që ky pallat është mirë të bëhet rekonstruksion, pasi vlera që bëhet rekonstruksioni është ma e vogël
që sa vlera me ushem kjo pallat dhe me u bën pallat I ri. E theksoj një herë tjetër, është marrë vendim I formës së prerë të nderuar banorë dhe këshilltarë. Vendim I formës së prerë. Ky pallat nuk do shembet. Ky pallat do bëhet rekonstruksion. Tani jena ju lutem shumë. Kjo është një thik me dy presa. Në qoftë se ne vendosim si këshilltar bashkie që ky pallat të mos rekonstruktohet, ai pallat do ta shembi Zoti vet. Nuk e shem tjetër kush tjetër përveç Zotit. Pra banorët të mesin han, pasi lloj përkraje. Në qoftë se ky pallat do bëhet rekonstruksion, absolutisht kam punë me bashkinë, ne më tuj, qujni vetën edhe mu komshituin, banor I pallatit 84. Në qoftë se, to është përcaktuar një shumë, në cilën do bëhet rekonstruksion, që jemi shumë transparent me një tjetrin. Është përcaktuar një shumë, dhe kjo shuma vishtot do bëhet përforcimi I pallatit. Po se çfarë do bëhet ky përforcimi I pallatit, nuk ka si lloj preventivi eksakt. Ju lutem shumë, të shtit të marrë dhe ne pasaj foli kush doje. Për mu si banor, I komshi juj, banor I pallatit 84, do kërkojmë me shumë insistim çfarë do bëhet tek shtëpia ime. Çfarë do bëhet tek shtëpia ime. Kjo vlera që është përcaktuar nga ekspertat e përlogarisit të kësaj pune, kërkojmë një sistem, çfarë do bëhet tek shtëpia ime, çfarë do bëhet tek shtëpia së cilit, pra do të jemi transparent. Ai që do hidhën tender, do ta fitojë subjekti tendrin, X subjekt, kur do që ta fitojë tendrin, se cili banor ka të drejtën e Zotit me kërku çfarë do bëhet tek shtëpia ime. Këta e kërkojnë me shumë insistim. Pra, unë jam me vullnetin e shumicës kolegët mi të shumicës, personalisht, po t'ishte për mu, unë jam me këtë variantin e dytë, t'i nënshtrohet rekonstruksionit. Pallati nuk ka asnjë lloj shansi që do shembet përveç se kur ta shembi Zoti vet. Po. Në gjitha ato që ju thot, normalisht që keni të drejt, por kemi kalu 12 këshilli. Para praktisht kanë pas komisione për para se të vim në këshill. Kjo është e treta sot. Dhe asnjë nga anëtarët e komisionit nuk kanë qenë bashkëpunues për të ardhur dhe për të hapur të gjithë projektin. Projekti është në zyrën e urbanistikës, I detajuar, me preventiv dhe me zëra punimesh. Diogjeni e ka pas marrë një kopje në emër të këshilltarëve në kohën kur ishte antar këshilli, ka pas një kopje të projektit të pallatit 84. Të detajuar, me zëra punimesh, dhe ne unë nuk u zgjata shumë në lidhje me projekt vendimin, për arsye se e kemi sqaruar edhe në mbledhjet e tjera, që në atë projekt përforcimi janë të parashikuar të gjitha zërat e punimeve, me çelësa në dorë. Të kolegë një këshillit nuk kanë pasur informacioni dhe më bashkë me këtë. Asë në informacioni për preventiv. Kush? Këtë sërë, a ban me I pagullur shpëndësime, Ky preventiv, te preventoj. Te fotokopiot të tjepet çdo banori në dorë, çdo banori të pallatit, ky preventiv të jepet në dorë. Çfarë do bëhet me shtëpinë time? I nderuar këshilltar, Secilit banor të jepet një kopje preventivit për punimet konkrete që do bëhen. Për secilin banor që ka shpreh dëshirën dhe kërkesën pranë zyrës tonë, I është vënë dispozicion. Dhe hera fundit, lutem zonë, të
Secilit Të lutem. një sekond, lutem, një sekond. Kur të marrën pastaj të Në mbledhjen të marrën një sekond. Pra secilit banor t'i jepet një kopje preventivit në dorë, jo t'i jepet informacion. T'i jepet në dorë një kopje e preventivit. Çfarë do bëhet në shtëpinë time? Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, në mbledhjen e Këshillit të fundit, një nga përfaqësuesit e banorëve të pallatit, me emrin nuk jam shumë e saktë me emrin, keni lënë një përfaqësues, një djalë i cili Olsi, faleminderit, Olsi Gjoka, ka bërë kërkesë pranë zyrës urbanistikës për kopje të dokumentacionit të projektit, i cili është vënë në dispozicion brenda ditës nga ana jonë. Dhe ju rat dakord vetë që të ishte ai përfaqësuesi që do të merrte kopjen e projekt vendimit. Megjithatë, për të gjithë banorët që kërkojnë kopje të gjithë projektit, jo vetëm të preventivit, ne jemi të hapur, do të më leni kohë sa të bëj fotokopimet e projektit dhe do t'i keni në dispozicion me patjetër. Faleminderit. Ajo është një informacion që ju takon të gjithëve dhe kemi qenë të hapur dhe ju të gjithë. Sa herë keni pas nevojë për sqarime dhe dokumentacion? Tani, ti zonja qytetare, në qoftë se cili interesohet për shtëpinë e vet, dhe mos e ngarkoni bashkinë me përgjegjësi në këtë rast. Ngarkoni veten tuaj. A kështu sikur pala tjetër e interesuar e vazhdoj kalvarën e vetë, të lutem një sekund. A kështu sikur e vazhdoj pala tjetër, kalvarën për me shku dhe këtu, ku kemi shku sot, do ta kishit vazhduar dhe ju pjesën, me pjesën krahun tjetër, pjesën tuaj. Andakor? Përse cili për shtëpinë e vet. Andakor? Pra mos ngarkoni bashkinë me këtë përgjegjësi. Nuk ju ka si përgjegjësi bashkia. Kërkoni ke vetja juaj. Kërkoni te vetja juaj. Fundi, është për tërgullu? Shëpa. Që së rrugullori për? Është këtim që ka? Nësë si dalë për nëzë? Tani jemi në këtë situatë, e bon mua betin. Jemi në këtë situatë, unë jam banori palatit tuj, i palatit të 24. Jemi në këtë situatë. Palatit do shembet, nga zoti, jo, është marrë vendimi gjykatës i prerë, nuk shemet ligjërisht. Oti, si shfarë do shemë, të ilam të biseda, jemi para këti fakti, zonja qytetare, të lutëm, jemi para këti fakti. Palatit do mesi ashtë të sigurisht, dhe ju do mesin pasi lloj shprese për shtëpi, apo ti nënshtrojmë një rekonstruksionit dhe me një kusht se cili nga ju të ketë një kopje preventive në dorë. Se cili nga ju të ketë një kopje preventive në dorë. Anton, fjallën e ka Anton Kolziu, ju lutem. Zona të doresh. Ju lutem. Po ishte... Po shoni mërje. Po shoni njerë. Zona të doresh, po që e mundur, një kopje e preventivit për punime që do bënë në çdo familje, t'ju jepet edhe banorëve. Dhe dyta, në qoftë është e mundur, për t'ju garantuar dhe garancinë tyne, është e mundur që t'ju jep një certifikat sigurie për banesat? Atëherë, preventivin e diskutova dhe herë që kush ka qenë interesuar e ka marrë dhe është i hapur nga orë 8 deri në orën 4 pranë zyrës urbanistike
si qytetarët që janë banorë, si çdo qytetari i Furbinit nuk është diçka një dokument konfidencial. Ai është diçka që është publike, do bëhet publike sepse në momentin që kërkohet financimi nga qeveria shqiptare normalisht që do të hidhet në sistem dhe do ta shikojnë gjithë Shqipëria, kështu që preventivat do ja vënë dispozicion në momentin që ti kërkojnë. E para, e dyta, për sa i përket certifikatës së sigurisë. Sot në këtë moment e siguria është projekti konstruktiv që inxhinieri ka firmën, pra ka përgjegjësi të plot ligjore në lidhje me përforcimin e atij pallati. Në momentin që ta shpjegoj deri në Inxhinieri vdes nesër. Të lutem. Tani, certifikatën e sigurisë, këto banorë nga ana e bashkisë do ta marrin në momentin e përfundimit të investimit. Në momentin e përforcimit të pallatit, kolaudimit të objektit dhe marrjen në dorëzim nga ana jonë të këtij objekti. Në atë moment, unë si institucion mbaj përgjegjësi ligjore për certifikimin e sigurisë së objektit. Atëherë, Zonjë, të lutem, se unë këtu realisht unë kam marrë relatoj para Këshillit Bashkiak, sepse me qytetarët kam relatu, i kam sqaru sa herë kanë pas nevojë disa herë në ambientet e zyrës. Faleminderit. Edmond Stojani. Ju lutem mani qetësi. Atëherë, po të shikojmë vlera 70%, po sikur të hudhet realisht dhe mos jetë fenomeni balluku në xhiro, mendoj se nuk është mund të jetë okay për banorët. Duke qenë se është fenomeni balluku në xhiro dhe nuk e di sa 30% se di se sa mund të ashtu. Edhe ne balluk tjetër që mund dali gjatë rrugës, vota im është abstenim, pra as nuk mund të hyjmë gjinaf me banorët. Por as nuk mund të hyjmë gjinaf edhe nga ana tjetër sepse nga që thonë të bashkisë se po nuk kaloj sot, nuk kaloj herë tjetër. Edhe uroj që të mos jetë fenomeni balluku të paktën te pallati 84. Tjetër, ka diskutim. Unë vetëm një sugjerim kam. Unë kam një sugjerim që me të gjithë banorët të bëhet një kontratë paraprake, siç porositën pallatët në Tiranë. Akoma s'ka fillu pallati, t'jep kontratë, t'jep pushët që të bëhet, e t'jep një farë garancie këtyre se këtë pallat do ta bëjmë të gjendje. Për çdo banor. Flemë me një lloj garancie. Sa është letra keni statuar? Nderuar këshilltar. I farë garancia, si kontrata, jashtë këta kanë për Nderuar këshilltar. Pa u miratu vlera e projektit të përforcimit, Bashkia Furbin nuk ka fonde për ta përforcuar atë objekt. Kështu që me patjetër na duhet kalimi në Këshillin Bashkiak për të bërë kërkesën për miratimin e groundit. Dhe po mos ta kishim te i kalu çdo lloj afati, sot grandi do ishte duke u përforcu objekti. Jo, do të më marr grandi, më shpëton ti më na jesh dhe kush do të do. Ajo vetëm që ka, vetëm Ai do fjalën. Atëherë, do t'i japim fjalën zonjës edhe du t'ju them dhe unë diçka. Ideja është që ne jemi në pikën fundore që në qoftë se nuk kemi sot dy opsione, kemi vetëm një opsion, që nuk është opsioni të shemet apo të ri, është opsioni që a do merret një farfondi që të bëhet diçka për këtë pallat, apo do bëhet siç tha Zoti Pashk, që do ta shemi Zoti dhe ju nuk do keni njërëm absolute asnjë lloj. T'jap fjalën edhe pastaj do ta hedh në votim. Po.
Maro Iris edhe kthej përgjigje. Sketi me bon bukur me lulishtë o borët s'kam e nej. Po jo, i hera shen. Tash mu shen, tash angun subjekte që kishin shamet e bizneset aty së një punë së shok, edhe tash njerësit në janë, po para ishtë ime se më të mas djallin të. Para nuk me as djallin të. Në kuptimin e me fjallë. E shahu qansë jo punë tash, struktura, themeli, baza në nëzirë objektin mu shen. Eksperti i gjyqatës. Çfarë është eksperti i gjyqatës për institutin ndërtimit? Cili ekspert? Dion se. Ju lutem tash nuk do bëjmë muhabet. Analizat e dhuara të vedeve, strukturës, gjithë në materie, hodën shkrim që të shohim në juritet statutit. Katin e 3 shqiptet drita 8 për 8. Së leta, e shpia konatës time është mej se posta është kura kura që jenë ke kodona, jenë ke krejt. Ashtë të tjetëri. Sin që jenë ka jo punë, shpar analizë të anë, ka një shroba estetike e palatë. Eksperti i gjyqatës, me licenca të plena, aty se sa funksionon shkuras një, se ti se si janë eksperti. Shpar eksperti, mori në përlek në gjepë në asistent, pa me mund se rësipaj një në tasë, pas të alternativë. Sa të i një hyri, unë sa të hyri janë një bëllëshu një të një konstruktu, një bon të sa të hyri janë një rëngjitjes, një bon të shtë të dyja të një të do, sa lekë të mejë, sa janë, mira të hyri të një jo, sa kanë qoka, sa hyri e të si më e me një. Sa hyri, sa lekë një apartament të të si një përqesit e të një se do të Përgjigje drejtoresha e urbanistikës, pastaj e ke fjalën. Po, Iris. Atëherë, analiza. Faleminderit të zonjë. Një dhe dyta me qënë zonja kryetare e këshillit bashkiak, me qënë se njëtë rastë, të nësia, kanë dhe dy fjallë për shtinë time, pallati 81. 2 herë janë drejtu këshillit bashkiak, herën e dytë kanë asë një përgjigje me foto me qita. Unimet kanë në tezë. Ka qenë për të bërë 22.5, dhe të mund marë kohë të pallati, dhe nuk e gjeta zhjitën. Kjo është në herë një syve, nuk e gjeta zhjitën fare. Institutin ndërtimit në zori 22.5%. Ka ardhur në këshill bashkiak ankesa kësaj? Ka ardhur ankesa kësaj në këshill bashkiak? Ke kontaktu me zyrën e urbanistikës? A ke kontaktu me zyrën e urbanistikës? Që janë tamam... Atëherë, të flasim të ozojnë, të marrojmë me pallatin 84, pastaj me pallatin 81 ke gati krejt zyrë, ozojnë. Ke gati krejt zyrën e urbanistikës këtu edhe ti ktheni përgjigje zonjës, pa tjetër. Tashti, merë... Pa ti marrim me radhë gjonat. Ta marrim me radhë, vazhdojmë me pallatin 84, të lutem. Vazhdojmë me pallatin 84, Iris. Lidhur me analizën ekonomike të 70%-shit, akti normativ numër 9 i dalë në dhjetor të 2019 për fatkeqësitë natyrore e parashikon që nëse nuk kalon 70%-shin e ndërtimit nga e para, objekti i nënshtrohet përforcimit. Për sa i përket Institutit të Ndërtimit, ky projekt është dërguar te Instituti i Ndërtimit për cilën është shprehur me oponencë teknike
Dhe shprehimisht është e shkruar, ky pallat ti nënshtrohet për forcimet. Po pse ndryshoi si po ke ndërtimi? Zonjë, unë këtu, nderuar kryetare, unë këtu vit të relatoj gjithë procedurën ligjore të ndjekur nga ana e bashkisë dhe mbaj përgjegjësi për gjithë procedurën ligjore të bashkisë Kurbin. Për institutin e ndërtimit, ju lutem nëse keni pak kënaqësi mund t'i drejtoheni institutit. Anton, po. Një sqarim për zonën qytetare. Ju thoni kam po 2 ankesa drejtu Këshillit Bashkiak. Në Këshillin Bashkiak nuk ka asnjë ankesë e juaja personalisht dhe asnjë ankesë e qytetarëve të Kurbinit nuk vjen në Këshillin Bashkiak. Këtë jeni të qartë. Atë kërkojeni atje ku I keni dorëzu, këtu nuk vjen asnjë lloj ankese. A ka diskutim tjetër? Aida. Ai të na hedh votim se ka 3 seonca kjo. Na hedh votim, ka 3 seonca që merrem me çështën, na hedh votim edhe Tash do me diskutu dhe antarja e Këshillit, edhe laurimi dhe urdhra Aida. Nderuar kryetare, doja të shtoja lidhur me kërkesën e zonjës, që pranë Këshillit Bashkiak nuk është paraqitur asnjë kërkesë, as me gojë apo me shkrim për të na u drejtuar ne, dhe ne nuk e kemi diskutuar apo analizuar këtu. Pra, jo vetëm për pallatin 81, por edhe për pallatet e tjera kur na është thënë nga qytetar, ne kemi paraqitur kërkesat dhe ankesat e qytetarëve. Por që në rast se ka depozituar dikun tjetër, këtu të Këshilli Bashkiak të sekretarisë besoj as të ardhur s'ka ndonjë shkresë nga zonja në fjalë. Okej. Lauren, edhe do ta hedhim votim. Lauren. Faleminderit. Shumë mirë, na e sillte sekretari I Këshillit edhe ta gjurmojmë si letër, sepse ne nuk as mu si kryetare në mënyrën absolute nuk më ka ardhur kërkesa juaj. Faleminderit kryetare. Ju po shih forma. Lauren. Faleminderit kryetare. Faleminderit kryetare. Kryetare, faleminderit. Lauren. Unë mendoj se përgjegjësi kryesore për gjithë këtë zvarritje historie është vetë bashkia, sepse se u bë pazar saktë. Lauren. Pazarin ju po e boni, s'po e bëjon.
Laurin, po. Faleminderit kryetarën, mendoj se komplet përgjegjëse për gjithë këtë zvarritje histori është vetë bashkia, sepse nuk ka ditë asnjëherë ti dal për zot kësaj gjoja, sikur rastësisht dy herë jashtë Majlinda nuk ndodhet këtu, domethënë, sepse nuk do si të përballet me banorët, sikur herë të tjera kur kemi pas vendime të tjera siç ka Kush është kundër? Kryetare, Kush është kundër? kryetare e Këshillit. Tek të ndryshmet, më posikin në kryetari i bashkisë. Kemi edhe të ndryshmet. E nderuar kryetare. Kemi të ndryshmet. Ne bashkë. O kryetare. Atëherë. O kryetare. Urdhra. Atëherë, tek të ndryshmet. Kam diçka për... Atëherë. Një ankesë, Arbër, ti më sfika ta atëherë dali kush doje. Një ankesë e kam për firmën që po ndërton Luis Jelcin e Marmusi. E filloj nga pyetja e dytë, lidhe me pallatin 110, do ishte mirë që ta kishim më drejtoreshën këtu. Sepse një përgjigje do japë urbanistika, gjithsesi unë paramashëm njëm dhe do japë një përgjigje në mbledhjen tjetër. Kurse lidhje me kërkesën e parë, Gurshosha, patjetër që do ta marrim konsideratë, do ta propozojmë dhe në Komisionin e Buxhetit, por do ishte mirë që këto propozime të bëhen gjatë hartimit të buxhetit, edhe që të përfshihen tek buxheti, patjetër janë zëra që ne i marrim konsideratë. E kam përcjell më parë dhe kam marrë edhe nga ju në një farë. Por nëse është një buxhet që është nuk kërkon një buxhet të madh, thjesht ndoshta edhe me punëtorët e pastrimit, një ditë punë kanë apo vetëm me pastrim, se s'kan asgjë tjetër, asgjë thjesht sepse është mbuluar me ferra dhe kanë rënë inert ambalazh. Do ta propozoj pranë buxhetit. Faleminderit. Profesor Altin. Sepse kemi Anton. Kemi pikën të ndryshmet. Po, tek të ndryshmet. Jo, është edhe i gjë. Unë e kam thënë qysh në fillim. Të ndryshme, Altin, të ndryshme bëhet kërkesa në fillim të mbledhjes. Edhe thuhet, sepse jo të mbush me një aty të ndryshme ose mu, duhet bëhet me votim. A jeni dakord që pjesën e burrave se kur ti sjellim do të e merr ti për sipër? As nuk të, jo, unë e në votim. Jo, për administratën do ta marrë konsideratë që të rrinë këtu. Me datë atëherë. E kam pa 2 herë, kërkesë përsëritur edhe i sollet masi i kam bë për dieni kryeministrit. 1, kam bë tjetrën me datë 12/3 për punën e plunit, se është bërë mos i Kandahar. Faleminderit që bën ndërtoi Luis Jelcin, po është pluni aty e di vetë se ti më morsi je. E morë vesh pra të shtetë. Diçka tjetër. Ju nuk dini procedurën. Antoni, fal. Kam 3 pyetje për nënkryetarin dhe një kërkesë për ju, zonja kryetari i Këshillit. Janë 160 familje që u është premtuar fondi për ndërtim banese dhe nuk kanë asnjë lloj informacioni dhe asnjë lloj punët që t'jetë bërë për ta. E para. E dyta, për cilat familje bëhet fjalë? Janë 160 familje që u është thënë që do t'u jepet fondi që t'i bëjnë shtëpiat vet. Po. E dyta, vjet kemi dhënë ca letra banorëve të pallateve mbrapa gjykatës, planimetria e shtëpive dhe ato pallate nuk janë mbaruar akoma. Ka një afat se kur mbajnë ato pallate apo s'ka afat, vetëm u është dhënë ajo letër?
Dhe e treta, me përmbytjet, do lëvrohet në i fond për përmbytje se kemi dhe zotërin nga më murë si këtu që është përmbyt. Që do bëhet me to? Dhe kërkesa për kryetarin e Këshillit, zonja kryetare, në mbledhjen e ardhshme, në emër të disa këshilltarëve kërkoj transparencë për fondin e Këshillit Bashkiak. Ka 3 vjet që nuk kemi asnjë informacion se ku shko fondi i Këshillit Bashkiak dhe kërkojmë transparencë në të gjitha pikat që i takon Sa herë investimit. kërku informacion e ke marrë? Nuk ka marrë asnjëherë informacion. Jo s'është marrë. Nuk është marrë. S'është marrë, nuk është informacion ai. Kërkon majëshën i marrë të mbledhja ti. Sa i përket, atë kthej përgjigje Antonit, sa i përket 100, nuk janë vetëm 160 familje, janë më shumë familje të cilat janë të cudosit nga në bashkisë janë dërguar për financim në Tiranë, në Ministrinë e Rindërtimit. Edhe po presim me na miratu buxhetin. Jemi në pritje të ardhjes së fondit. Ndërsa sa i përket afatit mbarimit pallateve që janë mbrapa gjykatë, pjesa e saj është një firmë e cila ka pas disa vonesa në zbatimin e kontratës, patjetër që do është gjatë punimeve, në proces punimeve, dhe do ndiqet nga urbanistikës për afatet, për shkeljen e afateve, për penalizimet dhe për gjitha sankcionet që do merren në asaj. Sa i përket përmbytjeve, sa ka qenë mundësia dhe buxheti i bashkisë, janë trajtuar disa familje këtu, ju i keni miratu vetë listën, të cilat janë evidentuar, kurse pjesa tjetër që kanë pas dame në bujqësi dhe dame që kanë bën me drejtorinë e bujqësisë, janë drejtuar për financim, janë drejtuar bordit të drejtorisë që në alet në Shkodra e ka për qarkun tonë, po të bujqësisë. Dhe janë dosit atje, janë miratuar në drejtorinë tonë të mjedisit dhe janë dërguar atje. Zotëria në fjalë që se ka pas përmbytje dhe ka pas ankesa, mund të paraqitet e zyra emergjencave, të dokumentohet, pak me vonesa është, por gjithsesi nëse i ka fotografit e momentit përmbytjes, mund vit paraqitet. Po. Atëherë, nëse i ke dosjen, do ta verifikoj unë, ma thuaj në çfarë emri është? Në çfarë emri është aplikimi? Në çfarë emri është? Halil Gashi o kryetare? Kryetare. Jo, arbër. Jo më bërë, se bëjmë mbyll. Kryetare. Jo. Nuk jam lërë do ta verifikoj të emergjencë. Atëherë, arbër më se fik le t'hiki kryetarja. Verifikojmë të emergjencë. Ashtu si ka ma shprehje non mos me vdek pa gjoj. Mos e fikë djallë. Faleminderit. Mos e fikë. Atëherë, për në kryetarin. Ka më shumë se 4 vite se përfolet për ca shtëpi me pusash. Po, a keni hartu listë hallë gjinç për t'i ndihmu, për t'ju bërë shtëpi me pusash, e pa të t'nis mirë, po mas fushatës e ndërpret këtë shtëpimin e puseve, dhe nuk e di pse, dhe është e pa tolerueshme të ngrihet firma e mamursit të shkoje të qpoje puse në Kamës, në Fushkruj dhe në fshatrat Kamës dhe të Fushkrujs, dhe mos të shpoje në Mamuras për arsye se kryetari i bashkis nga votimet e 2023-shit nuk ka firmos ma listat e halligjive për të bërë shpimet e reja. Halligjit i keni listat në zyrë dhe miratoni listat. Është e pa tolerueshme që firma të ikë të hapi puse në Kamës dhe Fushkruj dhe mos të hapin Mamuras, në Kurbin dhe fshatrat Kurbin. Asnjë person nuk ka paraqit kërkesë për hapje pusesh. Deri tani.
Kjo kërkesë ka qenë jo institucionale, ka qenë nëpërmjet një kompanie që është ofruar, një fondacion që është ofruar që po ju lutet aman në silli emra hallëgjishme. Nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga ana e banorëve ose qytetarëve. Deri më sot. Nëse çose ke dieni ma furi. Atëherë, eri po. Tani dy gjëra shpejt e shpejt. Okej, atëherë pas mbledhjes kalume, mas ju ulëm në kafe, disa këshilltar të Partisë Socialiste që ju ka mbyll Shën Martini hujën, më thanë, ama na mundesh me na ngrejt një hall të kopshtit Mamursit, se këtyne shkretëve ja ka disa prej këtyne ja ka mbyll Shën Martini hujën edhe nuk më flasin. Ju thashtë, biles i sfidova, thashtë që do halli që të keni, mi sillni mua sepse i ngrejon si probleme. Kopshti Mamursit, në çfarë faze është kopshti që është shem? A do rindërtohet? Nëse po, kur? Nëse ka nis, kur më të përfundojë? Aktualisht kemi dërguar kërkesën për herë të disatën herë dhe para pak ditësh edhe presim që të mbledhë qeverisë na miratoj fondin për ndërtimin e kopshtit. Kur e keni bërë në fundit kërkesën? Po ka qenë hera fundit, është bërë disa herë, fundit është para një javë, para një javë. Uroj që të marrë zgjidhje. Atëherë, e famshmja paketa maleve e Maroko. Sa projekte janë miratuar, sa janë në proces? Në kuadrët kësaj pakete, sa zona keni përfshirë dhe sa sipërfaqja e përfshirë? Atëherë, deri tani kemi përfshirë 3 zona, janë 3 harta, 3 zona, të cilat përfshin gjithë malsin e Milotit, të Kurbinit dhe të Mamurasit. Cilit Kurbinit? Kemi nda Milot, Mamuras edhe pjesa e Laqit. Pra të gjithë vargmalet që nga Miloti, kufi me Borelin, deri kufi me Krujen, gjitha nga pjesë malore është përfshime në harta. Çfarë faze jeni, keni prezantuar? Aktualisht është në fazën e pritjes daljes VKM-s nga ana e qeverisë. Janë dërguar relacionet nga ana jonë edhe hartat, janë miratuar në KPT, edhe presim javën tjetër dalje vendimi i qeverisë për shpalljen e zonave prioritare. Okej, suksese, ju lumshim. Faleminderit. Zoti nërkretar dhe pak, tani, kam një shqetësim nga një invalid për taksën e shtëpisë. A duhet ta paguajnë dhe invalidet? Atëherë me kërkesën që kemi bënë për interpretim ministrisë, përjashtohen vetëm ato që marrin ndihmë ekonomike, pensionistët janë pensionistët e vetmuar, edhe ato që marrin ndihmë ekonomike. Disa tjetër nuk përjashtohen, vetëm këto 2 grupe. Invalidet